Në Shkodër u përkujtua me nderim dhe emocion 35 vjetori i meshës së parë publike, e kremtuar më 4 nëntor të vitit 1990 në Varrezat Katolike të Rmajit nga Dom Simon Jubani. Kjo ngjarje historike u bë simbol i ringjalljes së lirisë fetare në vend, pas dekadash ndalim të fesë nga regjimi komunist. Ceremonia përkujtimore u zhvillua me meshë të shenjtë të drejtuar nga arcipeshkvi emeritus Imzot Angelo Masafra. Në fjalën e tij, Imzot Masafra kujtoi me mirënjohje figurën e Dom Simon Jubanit, duke e cilësuar atë si një njerëz të guximshëm që i qëndroi besimit dhe lirisë shpirtërore në kohë të errta për Shqipërinë. Ai theksoi gjithashtu se kujtesa për këtë ngjarje duhet të mbetet e gjallë si frymëzim për brezat e ri. Duke ecur nga Qela, nga burgu deri në gjykata e të kundërtë dhe duke ardhur këtu në Varreza për të qenë përshkatuar, një herë një grua e ka pushty, e ka thënë do Mariani se me pushtime ka në rritë martirët tanë. Edhe kishte prekur në fytyrë pushtimi. Don Padre Giovanni është drejtuar ndaj kësaj grua, e ka qeshur, është e fshirë edhe ka vazhduar. Duke qenë i bindur, si ka thënë edhe të tjerëve bashkëvujtësve, mos kemi frikë, jemi në duart e Zotit. Të dashur e zëra, Krishti është shpresa jonë, Krishti nuk është gënjen. Këta martirët i kanë basuar jetën e tyre mbi Krishtin deri në fund, e kush është me Krishtin ka gjithçka. Atëherë, kjo feste, kjo kujtim, kujtojmë 35 vjetë përpara. Këtu 50.000, çfarë gëzim që ndoshta gjatë të vite pa gëzim kemi humbur fatkeqësisht për gjëra të ndryshe, por ne kemi detyrë të drejtë të marrim nga Krishti, nga martirët tanë, atë guxim, atë përsëri, atë gëzim për të së para, për të dëshmuar se jeta është e bukur edhe nëse është e vështirë, se Zoti është me ne, martirët janë me ne e janë në një shembull. Edhe ne si kemi këndua sa herë, rroft të Krishti mbretë, rroft të Shqipëria, rroft të Papa, rroft të çdo njeri që është fiktyra e Zotit, të jetë afrëneshë në të jemi solidare me të gjithë. Kjo është urimi që bëhet të gjithëve, kërkojmë këtë hir martirëve tanë, duke thënë së bashku aty ynë, të Fare Maria Laudian, edhe kështu mund të kërkojmë Zotit të martirëve atë forcë për të së para, për të mos skurajuar para vestërsive, sepse Zoti është me ne. Pas meshës u zhvilluar procesioni përkujtimor drejt Varrezave të Rmajit, ku ndodhet edhe vendi ku Dom Simon Jubani kremtoi meshën e parë pas viteve të ndalimit të fesë. Të pranishmit vendosën lule në kujtim të tij edhe të gjithë martirëve të fesë që sakrifikuan për lirinë, besimin dhe dinjitetin njerëzor.